Assalamu alaikum, të nderuar teleshikues. Së bashku do të nisim një cikël emisionesh me titull Rinia mes sfidave dhe besimit. Në këto emisione do të flasim rreth rëndësisë së rinisë, sfidave me cilat përballet rinia sot, menaxhimit të duhur në kohën postmoderne ku ne jetojmë, si dhe këndvështrimin e fesë islame për orientimin e rinisë dhe gjetjen zgjidhje të shumë problemeve të ndryshme. Për trajtimin e këtyre temave interesante, si dhe për qartësimin sa më shumë të ideve, parimeve dhe koncepteve nga pikpamja fetare, kemi të ftuar Hoxhën e nderuar Mustafa Terniqin. Hoxh, asalamu alaikum, mirë se keni ardhur. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se u gjetëm. Hoxh, jetojmë në një kohë të vështirë provash, ku në një hadith profetik tregohet se çdo kohë që vjen është më e vështirë se ajo që kaloi. Andaj, sa e rëndësishme është të flitet sot për rinin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Të flasësh për rinin është aq e rëndësishme sa mund të themi se etapa e rinis është vetë jeta e njeriut. Nëse do marrim një jetë mesatare të një njeriu, ta ndajmë atë në etapa, bëhet fjalë për katër të tilla. Etapa e fëmijërisë, e rinis, e burrëris dhe e pleqëris. Nga të katër këto etapa, etapa e rinis është etapa më e gjatë në jetën e njeriut, është etapa më e gjallë dhe më dinamike. Dhe duke parë në këtë kontekst, patjetër që është shumë e rëndësishme. Madje këto etapa i ka përmendur vetë Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar, ku thot: Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shaybatan. Allahu është ai i cili ju krijoi juve dhe ishit të dobët, pastaj pas kësaj dobësie ai ju bëri juve të fortë, solli forcën. Pas kësaj force vjen përsëri dobësimi i njeriut e deri në thinjat e tij, pra do të thotë në pleqërinë e tij. Yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Ai i cili krijon çfarë të dojë, ai është i gjithditur, ai është i plot fuqishëm. Kështu thot Allahu i Madhërisëm në Kur'an. Po të shikosh më vend, po të analizojmë ajetin kuranor, ju ishit të vegjël, ishit pafuqishëm, nuk ishit forcë, pastaj Allahu ju dha forcën. Dhe forca fillon pikërisht kur domethënë kalon etapa e fëmijërisë dhe vjen në etapën e rinis. Vazhdon të jetë i gjallë, të jetë i fortë, të jetë i shëndetshëm dhe pastaj do të vijë një ditë, nuk janë më të rinj njerëzit dhe do të fillojnë të dobësohen. Kjo është etapa kur njeriu ka pjekurinë e tij maksimale mendore dhe forca fizike fillon të zbehet derisa nga burrëria të kalojë në pleqëri. Dy etapat më të rëndësishme të jetës është etapa e rinisë dhe burrërisë, por etapa e rinisë është më e rëndësishme. Përse? Sepse këtu fillon gjithçka. Këtu është ana dinamike, këtu është forca, këtu është shëndeti, këtu janë ndjesitë, këtu janë pasionet, këtu janë dëshirat, këtu fillojnë orientimet e vërteta. Dhe madje mund të themi që ndoshta sa është njeriu i ri, nuk mund të realizojë të gjitha ato dëshirat e veta apo të gjithë planet e veta, por mund të realizojë edhe në pjesën e etapës tjetër, në pjesën e burrërisë. Por mos harrojmë që të gjitha ato gjërat të cilat realizohen sa njeriu ka shkuar domethënë në etapën e burrërisë, patjetër që është derivat apo është rrjedhoj e diçkaje që ka vepruar në rininë e tij. Dhe kjo është qoftë për mirë apo qoftë për keq. Kur flasim gjithmonë për gjërat e mira, planet, projektet e kështu me radhë, patjetër që është rrjedhoj etapës së rinisë ku domethënë njeriu i jep maksimalen e vet derisa të arrijë pastaj të realizojë të gjitha dëshirat e veta. Rinia është shtylla e një kombi. Rinia është e ardhme e një vendi. Nëse rinia është e gjallë, është vitale, nëse rinia është dinamike, nëse është e qartë, nëse rinia është e shëndetshme, do të kemi të ardhme të mirë për atë vend. Kur rinia jeton, do të kemi një të ardhme më të shëndetshme
dhe me produkte më të larta, më të mira për të gjithë vendin, për të gjithë kombin, për të gjithë popullin ku ajo rini zë pjesë. Pra, domethënë është më tepër se e rëndësishme të flitet sot dhe të fokusohemi tek rinia. Hoxh, përmendet pjesën kur Zoti i lartëmadhëruar përmend në Kur'an etapat e njeriut dhe mes tyre është dhe rinia. Në aspektin fetar, feja islame, a i kushton rëndësi rinis? Patjetër që feja islame i jep rëndësi rinis, jo vetëm nëpërmjet ajetit kuranor që ne përmendëm, ku sqaruam etapat e jetës së njeriu dhe etapa më rëndësishme, më dinamike ishte ajo e rinis, por kemi ajete kuranore, kemi hadithet pejgamberit alayhi salatu selam, kemi plot ngjarje nga historia e profetit, kemi dhe ngjarje po ashtu nga shokët e profetit, sahabët e nderuar. Për shembull, kemi një transmetim që e përcjell El Khatibul Baghdadi, ku transmetohet se Hudhaife një ditë ishte ulur me disa djemë të ri që i qëndronin përreth, përfitonin domethënë prej tij. Aty kalon një person, të cilit Hudhaife i thot: "Ma yamna'uka an tujalisana?" Çfarë të pengon ty të ulesh me ne? Pra çfarë të pengon ty të jesh pjesë e mexhlisit ton të përfitojmë së bashku? Ai thot: "Wallahi la yamna'uni min dhaka illa haula'i ash-shabab alladhina hum hawlaka." Pasha Zotin, mua nuk më pengon gjë tjetër vetëm se prania atyre djemve të rinj të cilët janë ulur rreth teje. Pra tregoj një lloj ironie kundrejt atyre të rinjve. Si duket, nuk u dha atyre rëndësinë e duhur. Mirë po, Hudhaife, siç vjen transmetimi, fagadiba Hudhaife, u zemrua shumë Hudhaife dhe i thot: "Ema sami'ta Allah azza wa jalla yaqul", a nuk e ke dëgjuar ti Allahun e Madhërisëm kur thot në Kur'an: "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Ata populli Ibrahimit alayhi salam, kur pan sfidën me cilin i sfidoi Ibrahimi ata, ato than, ne kemi dëgjuar dikë që është djalë i ri, duke përmendur idhujt, pra duke përmendur zotat tan, dhe emrin ja thonin Ibrahim. Po ashtu solli një ajet tjetër, Hudhaife: "Fityetun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ata ishin djemë të ri, bën fjalë për ata djemë të cilët u distancuan nga shoqëria e tyre, nga shthurja, degenerimi, padrejtësi dhe zullumet e mëdha që kishte ajo shoqëri, u distancuan për të adhuruar të qetë, të qartë dhe të sigurt Zotin e tyre. Dhe këtë distancim futin e tyre në shpellë për një kohë të caktuar. Allahu i Madhërisëm e përmend, siç e tregon domethënë dhe Hudhaife, thot: "Fityetun amanu bi rabbihim", ata ishin djemë të ri, të cilët i besuan Zotit të tyre dhe ne ju ashtuam atyre udhëzimin. Pastaj thot Hudhaife: "Wa halil khairu illa fi shabab", a nuk është mirësia e vërtet pikërisht tek mosha e rinis? Këtu e ndërpret domethënë fjalët Hudhaife, duke i dhënë mesazhin atij personi që është vetë Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famëlar, i cili nuk na sjell një kronologji të ngjarjes, por brenda kronologjisë na sjell figura të cilët ishin djemë të rinj. Dhe pse do t'i përmend këto figura brenda një kronologjie të ngjarjeve se ishin djemë të rinj? Për të treguar rëndësinë e rinis. Përmendi një ajet tjetër, ka transmetime të tjera nga Ibn Abbasi dhe të tjerë që në të njëjtin kontekst, me të njëjtin koncept i japin rëndësi domethënë pikërisht rinis. Apo kemi gjithashtu plot ngjarje, për tyre kemi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, i cili bëri komandant suprem të ushtrisë muslimane Usama ibn Zeidin, i cili nuk ishte më shumë se 18 vjeç. Nëse të gjithë sahabët do të merrnin pjesë në një ekspeditë ushtarake ku komandanti i përgjithshëm i tyre ishte Usama, një 18 vjeçar, atëherë ndoshta brenda ushtrisë mund të ishte edhe Ebu Bekri, mund të ishte Omeri, mund të ishte vetë Khalidi. Lërë se Ebu Bekri mund të qëndronte në detyrat e tjera, Omeri në misionet e tjera, po Khalidi ishte strateg lufte. Ai prodhonte strategji për luftrat dhe ekspeditat ushtarake të muslimanëve. Megjithatë, nën komandën e tij do ishte Khalidi i Madh dhe sahabët të tjerë të mëdhenj, dhe i dha rëndësi Usamës për të treguar që sa rëndësishme është mosha e rinis, moshë në të cilën priten të bëhen punë të mëdha. Nëse se është dhe çështje që po ta zgjasim argumente, por realisht feja islami ka dhënë shumë rëndësi, qoftë në ajetet kuranore, qoftë në hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam, pikërisht moshës së rinis.
subhanallah, rëndësia e rinisë që ka vërtet e madhe, por nga ana tjetër sot jetojmë në një kohë që rinia përballet me sfida nga më të ndryshmet. Mund të përmendim mospasjen e orientimit, mospasja e një shembulli të qartë që ne mund ta ndjekim. Nuk kemi vizion, dhe nëse kemi vizion nuk jemi të qartë në atë që kemi vendosur për veten tonë, dhe të gjitha këto na sjellin hutimin, neglizhencën dhe shumë tjera. Sfidat janë nga më të ndryshmet. Pra ndryshe i përcaktojmë ne me aq sa ne kuptojmë dhe aq sa ne dimë, dhe ndryshe i përcaktoni ju me përvojën tuaj. Nëse keni mundësi të na përmendni disa nga sfidat që përballen të rinjt sot. Sfidat me të cilat përballet sot rinia janë të shumta. Janë shumë. Sfida brenda familjes, mbi konceptin e familjes, sfida sociale, sfida shoqërore, sfida ekonomike, sfida kulturore, sfida politike, sfida në të gjitha aspektet e jetës. Nëse do të rëndisim sfidat secila sfidë, cila është më kryesore, më e madhe, pastaj si vijojnë të tjerat, sfida më e madhe është sfida e besimit. Është sfida e konceptit mbi Zotin. Njerëzit sot nuk e njohin Zotin siç duhet. Dhe ata që e njohin nuk jetojnë me urdhrat e Zotit. Dhe ata që mendojnë se kanë informacion mbi krijuesin e tyre, nuk janë të qartë ashtu siç duhet, sepse kanë kontradikt në mënyrën e jetesës, në praktik e kështu me radhë. Dhe vetë koncepti mbi Zotin, mënyrën se si e konceptojnë njerëzit Zotin, çfarë kërkojnë nga Zoti, çfarë kërkon Zoti prej tyre, është sfidë, domethënë, shumë e madhe. Rrjedhoi e kësaj janë sfidat e tjera, sfida jetës, sfida mbi konceptimin e jetës, çfarë është jeta për një të ri, si e percepton jetën rinia sot, si e ose si e kalon jetën, si e ndërton jetën, sfida brenda familjes deri dhe sfida e martesës, koncepti mbi martesës, ç'është martesa tek të rinë sot, si e perceptojnë, si e konceptojnë, çfarë planesh kanë, si e ndërtojnë jetën e tyre, si është struktura e jetës së tyre, si ndërtohet infrastruktura e jetës së tyre. Të gjitha janë sfida më vete. Kemi sfida arsimore, kemi sfida edukative, kemi sfida etike, shturë dhe degenerimi janë hapur, njerëzit, natyra njerëzore gabon, por sfida është kur të këqijat, shturja, zullumet, padrejtësit, përhapen aq shumë sa krijojnë huti, krijojnë gjendje të pastabilizueshme, krijojnë domethënë një më shumë shikojmë që të rinjt janë më tepër pesimist se sa optimist. Të gjitha këto janë sfida. Gjithashtu kemi sfida që lidhen me traditat tona. Rinia nuk po ndjek më traditat. Konsolidimin e jetës, anën konservatore të familjes, trashëgiminë kulturore që ne kemi, sfidat të cilat lidhen me të ardhmen e tyre, nuk janë të qartë për të ardhmen e tyre. Një sfidë tepër e madhe është vetvetja. Rinia sot nuk din se ku po shkon, janë të paqartë. Ti e përmendë shumë bukur, është pjesa kur nuk kanë shembuj, pra nuk kanë model. Nuk kanë modelet e duhura. Rinia sot përballet me modele të cilat nuk meritojnë të ndiqen, nuk meritojnë të kushtosh atyre kohë. E megjithatë, janë modele të cilat po formësojnë jetën e këtyre të rinjve dhe përrjedhoi kjo jetë e rinisë sot do të kaloj në huti, në neglizhencë, duke mos qenë të qartë në vizionin e tyre dhe përrjedhoi kemi sfidën e të ardhmes. Pra kemi një rini që nuk din se ku po shkon, nuk din se çfarë kërkon, nuk din se si të planifikoj, nuk din se si të projektoj dhe nëse projekton, ndoshta dështon rrugës për nga sfidat e tjera, domethënë të larmishme. Madje mund të themi që kemi një sfidë që i përfshin të gjitha këto bashk. Sfida që i përfshin të gjitha këto bashk është numri i madh i sfidave. Pse e them kështu? E them sepse shiko, është si puna e rrjedhës së ujit. Kur një ujë rrjedh brenda një obori apo brenda një shtëpie dhe patjetër duhet ta pastrojmë shtëpinë ose do ta nxjerrim ujin jashtë, fillojmë ta zëm ujin këtu që mos rrjedh këtu, për shembull, dhe mos përhapet, atëherë fillon rrjedh në një vend tjetër. E zëm këtë këtu dhe fillon rrjedh në një qoshe tjetër. Pra shumë e vështirë. A kemi ne fuqi sot të përballemi me gjitha këto sfida? Pra, numri i madh i këtyre sfidave është sfidë më vete. Prandaj duhet falenderojmë Zotin që elhamdulillah jemi të udhëzuar, elhamdulillah jemi musliman, por prap nuk është e mjaftueshme, duam forcë nga Zoti jon që na ndihmoj për të përballur, domethënë, me gjitha këto sfida.
Shumë i qartë dhe Allahu të shpërbleft, po në midis atyre që po përmendje, më zuri veshi fjalën e modelit, që është e vërtet që ne nuk kemi një model. Më vjen keq se ndoshta duket kështu sikur doja të thoja, a nuk janë hoxhallarët një figurë që ne të rinj duhet i kemi model, duhet i kemi shembull që t'i ndjekim? Patjetër, një ndërhyrje domethënë me vend, shiko, roli i hoxhallarëve deri më tani, Zoti shpërblet të gjithë hoxhallarët, është rol i cili lidhet me qasjen e informacionit, dhënien dhe përçimin e mesazhit të fesë. Por në shumë raste më tepër lidhet me formimin në aspektin e njohurive të përgjithshme, me bazat e fesë, në ruajtjen e ekzistencës tonë, pra jemi në një kohë kur ne luftojmë me ekzistencën, që të ekzistojmë apo mos të ekzistojmë. Në shumë raste lidhet me anën emocionale, por ata të cilët formësojnë jetën dhe strukturën e jetës së të rinjve janë të tjerë. Hoxhallarët sot, Zoti shpërbleft që të gjithë, nuk janë ajo kategori e një elite të vërtet, të cilët ndikojnë drejt për drejt për të formësuar të ardhmen e rinisë. Dhe ne gëzohemi kur faktikisht shikojmë të rinj të cilët vinë në xhami, interesohen për fen, interesohen për namazin, interesohen për agjërimin, interesohen për shumë gjëra që lidhen, domethënë, me fen, por janë të rinj zakonisht ata që vinë në xhami. Duhet ne të shkojmë tek ata. Përse? Sepse investimet dhe shpenzimet e tepërta nga drejtime nga më të ndryshme, të brendshme dhe të jashtme, janë aq të mëdha për çmontimin e parimeve themelore të jetës së njeriu, të jetë një njeri i mirë, një njeri i qartë, i shëndetshëm, i pastër, një njeri domethënë i virtytshëm dhe dobipruars për vendin e tij, faktikisht domethënë na duket keq, por janë shumë modele të tjera ata që po ndikojnë drejt për drejt në të ardhmen e rinisë son, ashtu sikur gjejmë për shembull njëri i cili vjen në xhami, e fal namazin, agjeron Ramazanin, kurse në jetën jashtë xhamis, ai nuk ka lidhje më me xhamin, nuk ka lidhje më me dersin apo mësimin që i dha hoxha në xhami, nuk ka lidhje më me mesazhin që përçoi hoxha në ditën e xuma, nuk ka lidhje më me këshillin që mori në një mexhlis të shkurtër që u majt në një nga mexhliset e xhamis. Patjetër që ne duhet të gjejmë mekanizmat e duhur për të qenë model i vërtet për të rinjt, domethënë për të rinjt sot në ndërtimin e jetës së tyre dhe për të ardhmen e tyre. Shumë e qartë. Ajo që po më bën të mendoj është si kjo sfidë ka dhe shumë sfida të tjera. Tani të gjitha këto sfidat bashkë, çfarë na rrezikojnë neve si të rinj? Çfarë është ajo që na rrezikon drejt për drejt konkretisht? Këto sfida të shumta na bëjnë, nëse ne nuk marrim masat e duhura për parandalimin e tyre, mund të rrezikojmë gjithçka. Rrezikojmë besimin ton, rrezikojmë të ardhmen ton. Janë sfida të cilat po investohet, nëpërmjet të cilave rinia sot mund të tjetërsohet, mund të transformohet, mund të transformohemi në ato formë sa nuk jemi më krijesa humane, por jemi krijesa që frymojmë, krijesa që jetojmë, dhe nuk kemi lidhje me shoqërinë dhe nuk kemi vlerë për shoqërinë, nuk do të kemi virtyte për shoqërinë dhe nuk do jemi dobipruars për shoqërinë. Ti je i bindur që të gjitha këto sfida që u përmendet ju, përmenden disa unë dhe të tjera përveç këtyre, janë sfida të cilat nëpërmjet atyre sfidave, nëse ne nuk i parandalojmë ose nuk gjejmë mekanizmat e duhur për parandalimin e tyre, ne mund të rrezikojmë gjithçka. Hoxh, Allahu ta shpërbleft, Zoti ju nderoft për këto fjalë dhe këto sqarime. Rikthehemi sërish pas një shkputje të shkurtër, na ndiqni. Assalamu alaikum të nderuar teleshikues, ja ku rikthehemi pas shkputjes në pjesën e dytë të këtij emisioni. Hoxh, përmendëm një larmishmëri sfidash dhe numri i tyre doli shumë i madh realisht, por pyetja lind vetvetiu. Kategoria e të rinjve, a i gjen dot forcën për t'i bërë ballë, pra për të fituar betejën me këto sfida? Sfidat me cilat përballet sot rinia është beteja e jetës. Kështu do ta quaj, beteja e jetës. Përse? Sepse bëhet fjalë
për një betejë mes të mirës dhe të keqes, mes të bardhës dhe të zezës. Ne përmendëm që po bëhet fjalë. Këto sfida mund ta tjetërsojnë rinin, mund ta transformojnë rinin, mund ta bëjnë një qenie që jeton, por nuk është më qenie humane, nuk është më njeri ashtu sikur don Zoti të jetë, me vlerat e vërteta të një personi, të një njeriu, të një të riu e kështu me radhë. Andaj dhe përballje me këto sfida nuk është përballje që shiko mund të humbi, mund të fitojmë, është betejë e jetës. Andaj dhe a mund gjej forcë rinia për të përballur me këto sfida që nga një anë janë shumë, por janë dhe të rrezikshme, janë dhe të forta, janë dhe të mëdha, patjetër që mund gjej forcë. Përse? Duke qenë se vetë Allahu i Madhërisëm, krijuesi, fton për tek e mira, Allahu nuk mund të urdhëroj dhe nuk mund të ftoj për tek e mira, kur ajo e mirë është e pamundur. Dhe këtu ne gjejmë forcë, sidomos ju të rinjt, duhet gjeni forcë më shumë. Ka një Zot që fton tek e mira, dhe ka një dreq apo shejtan apo një krijesë që fton dhe nxit gjithmonë për tek e keqja, dhe i nxit dhe lloji njerëzor të shfaqen më shumë sfida, që të rinjt të gjejnë më shumë vështirësi. Prandaj dhe kjo betejë e jetës duhet fituar me kë? Duhet fituar me Zotin. Duke u kthyer tek Zoti. Sa më shumë të mendojmë për Zotin ton, të kërkojmë ndihmë nga Zoti jon, do të gjejmë forcë të brendshme shpirtërore, forcë të qartë mendore, pastaj dhe ju me forcën tuaj trupore dhe fizike do të shikoni që vërtet do t'jeni të gatshëm për t'i sfiduar këto sprova, edhe pse jo për të fituar betejën e jetës. Hoxh, të falenderoj, ishe tepër i qartë dhe tani në fund sidomos erdhe me disa fjalë deri diku motivuese dhe ishte një nga ato kërkesa që unë kisha ose doja t'i bëja, që nëse ke mundësi të vish me një këshill ose me disa fjalë motivuese, inkurajuese për rinin, që t'jenë më koncize. Shiko, secili mund të gjej fjali inkurajuese, motivuese nga vetvetja e tij, nga përvoja e tij, nga eksperjenca e tij, nga dituria e tij, por është më mirë që këshilla që përmendë apo kërkua domethënë, të jetë një këshill profetike. Një këshill që vjen nga vetë pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu selam, i cili realisht nëse përmendëm pak më parë që musliman kanë nevojë për modeli më i mirë për ne është vetë profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam, me parimet dhe konceptet e tij profetike, kurse në jetën e përditshme patjetër që duhet kemi dhe modele praktike. Siç transmeton Imam Hakimi në Mustadrekun e tij, Imam Nesaiu në Sunenin e Madh nga Abdullah ibn Abbasi, për cilët se pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Idhtanim khamsan qabla khamsin." Shfrytëzo thot 5 gjëra para 5 gjërave të tjera. Pra, fokusohu mirë dhe shfrytëzoj këto 5 gjëra që do t'i përmend para se të vinë 5 të tjera, dhe do t'i largojnë këto 5. Pra, kemi 5 mirësi që vinë nga Zoti, dhe shumë shpejt do të vi koha që këto do të largohen nga 5 gjëra të tjera. E fillon me rinin, ku thot: "Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla shuglik, wa hayataka qabla mautik." Shfrytëzo rinin tënde para se të vi pleqëria. Pse thot rinin para pleqërisë? Sepse pleqëria është e pashmangshme, nuk do të jesh gjithmonë i fortë, nuk do të jesh gjithmonë i ri. Shfrytëzoje rinin, shfrytëzoje kohën, shfrytëzo energjinë, shfrytëzo vetdijen tënde, shfrytëzo gjithçka që ka kriju Zoti dhe ti ka dhënë si mirësi dhe begati, sa je i fortë dhe je i ri përpara se të vi koha dhe ti nuk do mundesh, sepse je, domethënë, ke shkuar drejt pleqërisë. Shfrytëzo, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, shëndetin tënd përpara se të vi smundja, për me tregu që jo gjithmonë do të jesh i fortë. Patjetër një ditë do smuresh, por do të vijë një kohë kur smundjet mund të jenë dhe kronike dhe nuk je më sikur ishe domethënë i ri. Po ashtu shfrytëzo, thot, pasurinë tënde përpara se të vijë varfëria. Pra vërtet sot mund të jesh i pasur dhe i fortë fizikisht, por mund vi një ditë dhe do sprovohesh. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shfrytëzo kohën e lirë përpara zënjes. Pra sa ke kohë të bollshme dhe kohë të lirë, shfrytëzoje sa ke mundësi për vetveten tënde, për familjen tënde, për shoqërinë ku jeton, për vendin ku jeton, përpara se të vijë një kohë dhe nuk do të kesh më këto hapësira dhe këto mundësi. Dhe në fund fare, nëse nuk i shfrytëzove të gjitha këto, çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam?
shfrytëzo jetën tënde përpara vdekjes. Sa je gjallë, mundohu të veprosh. Sa je gjallë, mundohu të lëvizësh, që të bësh diçka të dobishme, sa do pak qoftë ajo, përpara se të vdekja, që ne të gjithë një ditë do të vdesim, po të përgatitemi për botën tjetër, për ahiretin ton, qoftë me punë, domethënë është e pa kuptim që ne të kalojmë në botën tjetër pa vepruar punë të mira. Por interesante në këtë hadith me që përmendëm domethënë këshill, dhe unë zgjodha një këshill profetike, është se ka përmendur 5 gjëra, në të parën përmendi rinin, por realisht të gjitha të tjerat kthehen tek rinia. Në cilën formë? Rinin tënde para pleqërisë, kjo është shumë e qartë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shëndetin tënd përpara sëmundjes. Kur thot shfrytëzo shëndetin tënd, për cilin shëndet bëhet fjalë? Por në kohën kur njeriu ndihet më i shëndetshëm, më i fortë fizikisht, është pikërisht kur është i ri, ja ku kthye përsëri tek rinia. Kur thot shfrytëzo pasurinë tënde përpara se të sprovohesh me fukarallëk. Atëherë, kur janë ato lëvizjet më dinamike e një personi për të fituar jetën e kësaj bote, për të fituar mirëqenien, për të fituar riskun e Zotit, për të fituar pasuri e kështu me radhë, sa është i ri? Sa është i ri sepse vetë ana dinamike e një njeriu, mënyrën se si percepton gjërat, mënyrën se si vepron, mënyra se si nxiton, mënyra se si vrapon, është rasti më i mirë që njeriu domethënë të punoj për të sjellur, për të fituar domethënë diçka. Pra, gjithmonë kthehet përsëri tek rinia. Dhe kur thot pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këshillën e tij vijuse, shfrytëzo thot, kur tha kohën e lirë përpara se të vi kohën e lirë përpara se të vi zënja, atëherë kur është ajo kohë që është më e lirë dhe më e bollshme për njeriu? Gjithmonë kur është i ri. Gjithmonë kur është i ri. Pra, shumë të rinj sot edhe vetë mashtrohen. Në cilin aspekt? Që unë jam i ri, kam jetën përpara, kam shumë hapësira dhe mundësi, edhe pse s'kam tani do vinë më vonë, atëherë nuk kam se nxitohem, nuk kam se ta vras mendjen time, nuk kam se stresohem, nuk kam se të jem pesimist e kështu me radhë, dhe mendon se gjithë koha do punoj domethënë për të. Jo. Do të punoj në mënyrë që ti prodhoj ky rastet dhe jo thjesht të pres kur të vinë rastet, sepse ndoshta kalon jeta dhe të gjithë rastet shkojnë dhe nuk kapi dot asnjë rast. Edhe në këtë koncept ose në këtë kontekst, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kthen çështën po tek rinia dhe në fund fare kur thot wa hayataka qabla mautik, dhe jetën tënde përpara vdekjes, atëre jeta, domethënë etapa më e gjatë në jetën e njeriu është pikërisht rinia. Sipas disa statistikave, rinia zën diku 40% të jetës së njeriut. Sa ishte fëmijë, zën pak përqindje. Është jeta dinamike e një njeriu, pastaj kjo forcë nuk bjen menjëherë, por kalon në moshën e burrërisë dhe dallimi këtu është se në moshën e burrërisë ai merr domethënë pjekurinë e vërtet maksimale mendore. Këtu dhe fillon pastaj rritet përvoja, rritet eksperienca, është i qartë në mendjen e tij, por fillon të zbehet forca e tij derisa të kalojë në pleqëri. Dhe pikërisht kalimi nga fëmijëria në burrëri është etapa më e gjallë dhe më dinamike e jetës. Dhe kur thot hayataka qabla mautik, shfrytëzo jetën tënde përpara vdekjes, shfrytëzo rinin, i kthemi fillimit, shfrytëzo rinin tënde përpara pleqërisë. Hoxh, Allahu të shpërblet me të mira për gjitha këto shpjegime, sidomos për këshillën tani në fund. Të them të drejtën, dhe unë si i ri që jam, e kuptova më shumë rëndësinë që ka rinia dhe bashkë me rëndësinë kuptoj dhe përgjegjësinë që ne kemi. Shpresoj nga ana tjetër që të gjithë bashkëmoshatarët e mi, të rinjt kudo që janë, ta kuptojnë rëndësinë që ka rinia dhe të qartësohen më shumë për përgjegjësitë që ata kanë. Shpresojmë jo vetëm të rinjt, po edhe ne, i gjithë njerëzimi bashkë, edhe pse përgjegjësia e madhe është pikërisht tek ju. Ju falenderojmë parmas për kohën tuaj. Të nderuar teleshikues, minutave të emisionit tonë i erdhi fundi. Rikthehemi sërish në emisionin e radhës. Assalamu alaikum.